Shikues të nderuar të televizionit ton, mirë se erdhët sot në intervistën e Katrorit për ditën e sotme. Sot e kemi një njeri të cilin jeni mësuar i pas si zëdhënës në komunën e Prishtinës, po tashmë nuk është. Azra Nosaj, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit. Je për herë të parë në studio tona? Po, është era parë. Mirë shumë, ti ke qenë zëdhënës i komunës e Prishtinës deri në fund të mandatit të LDK-s. Ke qenë staf politik apo ke qenë shërbës civil? Praktikisht unë kam ushtruar detyrën e zëdhënësit të komunës Prishtinës për 2 vjet. Më thonë jam zgjedhur në këtë post në vitin 2012 dhe kam përfunduar në ditën kur ka dalë rezultati i zgjedhjeve për pushtetin lokal në Republikën e Kosovës. Unë kam dhënë dorëheqje nga kjo pozitë për shkak të ndryshimit të pushtetit dhe krijimit të rrethonave të reja në administratën komunale të komunës së Prishtinës. Unë kam qenë shërbëes civil, praktikisht ka qenë një dorëheqje vullnetare nga ana ime. Normalisht duke respektuar në këtë rast edhe vullnetin e qytetarëve për zgjedhjen që ata kanë bërë dhe kam dhënë dorëheqje të them kështu në ditën e dytë më herë pasi që ka dalë rezultati për zgjedhjet për kryetar komunë. Ti po fol shumë lehtë dhe shumë qetë, kështu po a ke qenë i detyruar me dhënë dorëheqje apo jo? Jo, nuk kam qenë i detyruar të jap dorëheqje, ka qenë një shprehje vullneti tim që të jap dorëheqje nga ajo. Një për arsyeve që unë kam dhënë dorëheqje kanë qenë rrethona të reja që janë krijuar në komunën e Prishtinës, praktikisht në administratën e komunës së Prishtinës, nuk kemi pas asgjë, ta them kështu, personale me kryetarin e ri që ka ardhur, praktikisht e respektojmë sepse është zgjedhur nga qytetarët, mirë po rrethona të reja edhe vullneti i qytetarëve ka bërë që ne mos të jemi në komunën e Prishtinës, duke respektuar këtë vetëm kam dhënë dorëheqje, edhe pse nuk ma ka kërkuar as ligji, nuk ma ka kërkuar as pozita. Mi po kam patë arsyeshme që të largohem nga e pozitë dhe të jap mundësi njerëzve të ri dhe të administratës së ri, të ardhmë pas zgjedhjeve lokale. A jeni të shiku tash çka po ndodh në komunën e Prishtinës apo ju tërheq me ditë se çka është ndodh aktualisht me politikën brenda në komunën e Prishtinës? Praktikisht ne jetojmë në Prishtinë dhe shohim zhvillimet që ndodhin në qytet dhe jemi të ndërlidhur deshte me zhvillimet që ndodhin qoftë në komunën e Prishtinës, qoftë edhe në territorin e Prishtinës si territor administrativ. Unë më të thonë që deri tash nuk kam parë ndonjë ndryshim të theksuar nga ana e administratës së re në punët që është duke bërë në qytetin e Prishtinës, përveç një angazhimi shtesë që kanë në fushën e PR-it, praktikisht marrëdhënie me publikun, me të cilën ata janë vazhdimisht qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes parashitjes së tyre në mjetet e ndryshme të informimit, duke e kanë përshtypjen duke menduar që ende janë në fushatë elektorale. Mendoj që fushata elektorale ka përfunduar, verdikti i popullit është vendos dhe ajo që mbetet tash administratës së re është që të punojë dhe të realizojë ato projekte dhe ato premtime me të cilat është zgjedhur. Unë personalisht nuk kam pa diçka konkrete që është zgjidhur apo që është në proces të zgjidhjes prej së kjo administrat, përkundrazi kemi pa një stagnim, deri tash nuk kemi praktikisht nuk është duke u zbatuar asnjë projekt i cili ka qenë i kontraktuar dhe i cili ka qenë duke realizuar gjatë vitit 2013, i cili ka pas afatin e kryes qoftë edhe në vitin 2014-2015, nuk po shohim diçka të tillë në qytetin e Prishtinës, përkundrazi kemi një ndërprerje të këtyre projekteve. Për të qenë korrekt, duhet të theksoj se vetëm projekti i cili është duke vazhduar për momentin është projekti i rrethotullimit në fund të Vetenikut, dhe aktualisht është duke punuar vetëm aty, ndërkohë që projektet e tjera të komunës së Prishtinës, të cilat kanë qenë të kontraktuar me buxhetin e vitit 2013, të cilat afati i kryerjes së punëve ka qenë më shumë se një vjet, do të thonë 2 vjet e tuti, nuk po shohim një punë të tillë, nuk i di saktësisht arsyet se pse nuk po vazhdohet, përveç atyre që ka thuhet nëpër media që janë duke rishikuar projektet, janë duke rishikuar kontratat që praktikisht bien kundërshtim, sepse një kontratë e cila është nënshkruar, një kontratë e cila ka qenë duke realizuar, nuk mund të rishikohet, nuk mund të ndryshohet sepse janë ligjet dhe janë ato rregullohet komunale të cilat përcaktojnë një gjë të tillë. A mendon që the që nuk po shef kur gjë konkrete, po ku kemi më konkrete se sa të arrestohet i departamentit tonë i inspektorëve? Praktikisht që ditën e parë kur kam filluar punën administrata e re, përkatësisht kryetari edhe drejtorët të cilët i ka emëruar kryetari i ri, kanë filluar me këtë mendje, kanë filluar me atë idenë që duhet të jetohet
çdo punë që është bërë në komunën e Prishtinës duhet të jetohet çdo dokument dhe çdo kontratë në komunën e Prishtinës. E kam përshtypjen se kjo administrata apo këta njerëz të ri që kanë ardhur në komunën e Prishtinës kanë harruar se këto institucione të cilat kanë qenë obligative që të monitorojnë komunën e Prishtinës, qoftë Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, qoftë organi shërtues i Prokurimit Publik, qoftë Ministria e Administratës Publike, e cila licencon praktikisht asnjë vendim kuvend komunal nuk e merr fuqinë e plotë pa marrë pëlqimin nga ana e Ministrisë së Pushtetit Lokal, e cila i licencon këto vendime edhe jap të drejtën që ato vendime të zbatohen. Domethënë këtu e kam përshtypjen se kjo administratë ka harruar që këto institucione kanë ekzistuar edhe para dhjetorit të 2013, ka ekzistuar edhe para 4 viteve dhe këto institucione të cilat sot praktikisht po bojnë zhurmë kanë qenë obligative që ti monitorojnë edhe ti mbikëqyrin këto punë që bën nga ana komunës së Prishtinës. Ndërkohë që arrestimet e fundit të inspektorëve, unë kam pa kryetarin e komunës, i cili ka thënë që ka ndihmuar këtë proces. Prokuroria ka thënë që këta janë duke u hetuar që më shumë se një vit, domethënë praktikisht kur kemi qenë edhe në udhëheqësit e komunës së Prishtinës, unë nuk mund dhe nuk dua që të garantoj për askë se çka ka punu dhe si ka bën, se ka bërë shkelje ligjore ose nëse ka mundur një veprim kundërligjor, atëherë këtu janë organet, për ata janë organet e drejtësisë, për ata është prokuroria. Mirë po më ka duk normalisht për asana që është thonë në opinion, më ka duk pak absurde se si të arrestohen komplet një departament, këtë rast 10 inspektor të ndërtimit pa dashur me paragjyku, a janë të pafajshëm, a nuk janë të pafajshëm, sepse është një organet e cilat ato duhet të vendosin për këtë. Mirë po nga ajo që është thonë në media është thonë që janë të 10 janë arrestuar për rastin e Pozhegu Brothers, që praktikisht është një objekt i cili është duke ndërtuar në lagjën Mati. Nga ajo që unë e di në komunën e Prishtinës, përkatësisht në drejtoratin e inspeksionit, inspektorët janë të ndalë në rajone të ndryshme. Më thonë, është një ose 2 inspektorë janë për lagjën Mati, një ose 2 janë për një lagje tjetër, dhe të arrestohen të 10 për një rast, po më duket pak se është e pa logjikshme, normalisht pa dashur të paragjykoj ato se janë të pafajshëm apo nuk janë të pafajshëm. Mirë po këto u pa, thëmë kështu me njerë mas 2 ditë që rasti u murë nga Oleksi edhe shumica e këtyre persona u lirun në procedurë të rregullt nga ana e prokurorisë. Nuk përgjithësi për këtë qeverisjen e re të komunës së Prishtinës, po më duket që pak zgabim të ka thonë se kemi edhe rastin e naftës nëpër shkolla edhe ndalimin e punës së shkollës, po ashtu edhe 10 inspektorat të cilët për një ditë i çojnë në burg, mos është pak si spektakolare kjo apo po më duket mua? Unë mendoj që në këtë rast ndoshta me qëllimin e mirë dhe kryetari i komunës është në ngut pak në veprimet e veta, sepse nuk është komuna e Prishtinës dhe asnjë komunë tjetër në Kosovë e cila merr vendim për me ndalu zhvillimin e arsimit ose mësimit nëpër shkolla. Është Ministria e Arsimit ajo e cila ka të drejtë ligjore dhe obligim ligjor që të ndalojë një gjë të tillë. Normalisht në raste të caktuara komuna mund t'i kërkojë Ministrisë së Arsimit që ajo të ndërpres procesin e arsimit për arsye të ndryshme. Mirë po të vihet deri te një vendim ashtu papritur brenda një dite të vihet një vendim të cilët duhet të ndërpretet komplet procesin mësimor në gjitha shkollat e Prishtinës, për arsye se gjoja naftat që po përdoret në këto shkolla është kancerogjene, edhe me ppm të larta se sa që e parashë ligji. Më ka duk pak si një vendim shumë i shpejtë, një vendim që erdhi dhe si pa naj paralajmente me hershëm se si duhet të veprohet. Praktikisht ne kemi pa deklaratat e furnizuesit në këtë rast i petrollit, i cili në deklaratat e veta ka thënë që nuk është informuar asnjëherë nga ana e komunës dhe nga organi mbikëqyrës i komunës për ata se nafta nuk është e cilësisë që është kërkuar. Përkundrazi i petrolli në gjitha deklaratat e veta ka thënë që nafta është e cilësisë dhe nafta nënshtrohet kontrolleve qoftë në dogan, qoftë nga ana e Ministrisë së Tregtisë. Një gjë të tillë kanë siguruar dhe kanë garantuar edhe institucionet e tjera të vendet të cilat merren me cilësimin apo me monitorimin e cilësisë së karburanteve të cilat futen në Kosovë.
Dhe ato kanë thonë që nafta është sipas standardeve të cilat kërkohen në Kosovë. Në kontratën e cila është nënshkruar nga ana komunës dhe nga ana e furnizuesit në këtë rast i petrollit, pasi që isha më herët edhe pjesë e kësaj administrate, inspektimi i cilësisë së naftës duhet të bëhet bashkërisht me furnizuesin, gjëra të cilat nuk kanë ndodhur në këtë rast, aq sa unë kam informacione, kemi një vlerësim të njëanshëm të cilësisë nga ana e komunës së Prishtinës, që i bie praktikisht në kundërshtim me kontratën që është nënshkruar nga ana e komunës së Prishtinës. Mirë po këtë pa dashur të jap ndonjë konkludim, kam frikën që është më shumë si një veprim i cili ka dashur të ketë një efekt mendoj tjetër në opinionin publik në komunën e Prishtinës. Në përgjithësi, komuna e Prishtinës gjendet në një ngërsh, me sa po shoh unë, edhe me pastrimin e qytetit, edhe me ujitjen e pemëve të cilët janë mjellë në mandatin e kaluar, bile këtu në lagjen e Mshir, ata edhe janë tha, është kjo kompetenca komunës, apo është një tender i cili është dhënë një firme se nuk janë kryer obligimet edhe tash mund të ketë ngjecje në punë. Mbjelljen e drojeve të cilët ne kemi bërë gjatë 2013 se ka bërë hortikultura, është kompani lokale publike. Praktikisht aksionari 100% kësaj kompanie është Komuna e Prishtinës, që do të thotë që kjo kompani duhet të raportoj Komisionit të Aksionarëve që janë delegatë kuvendit komunal. Ata kanë pas për detyrë, po flas sa kemi qenë ne, që të kujdesen për mirëmbajtjen e këtyre drojeve, qoftë ujitjen, qoftë në ndonjë rast të tharjes ose gjëra të tjera të zëvendësohen këta droj. Unë sa kam informacion nga ajo që unë kur kam qenë në komunën e Prishtinës, janë një numër i caktuar i drojeve të cilat kanë qenë rezervë që në rast të ndonjë nga ndrymit të thate zëvendësohet. Mirë po deri tash nuk kam pa diçka, isha dëshmitar këtu të rruga ta Herzami që i pash disa drejt të cilët tashmë ishin të parë dhe nuk kemi ndonjë ndrym të këtyre drojeve. Kontratën që ne kemi pas me operatorin ekonomik që ka qenë nga Italia, i cili ka sjell, duhet ka qenë që drejt të cilët thanë duhet të zëvendësohen, sepse ata kanë dhënë një garancion se diku në 10% e këtyre drojeve duhet të jenë funksionale dhe do të mund të përballojnë klimën së Prishtinës, sepse vendi nga ku kemi blenë dhe Prishtina kanë pothuajse të njëjtën klimë dhe kanë dhënë një garancion të tillë. Mirë po deri tash nuk kam pa diçka të tillë. Fatmirësisht në sheshin në Tereza, sheshin Zaja Parzita dhe Bemegovën nuk kemi hasën në ndonjë dru të thatë, mirë po kemi vetëm këtu të rruga ta Herzami, për arsye të cilat ka ardhur deri aty nuk i kam shumë të qarta, ndoshta është një moskujdesje nga ana e hortikulturës, ndoshta është një moskujdesje nga ana e mbikëqyrësit të projektit, në këtë rast drejtorisë së infrastrukturës, e cila është dashur të bëjë monitorimin bashkërisht me drejtorinë e shërbimeve publike, që të kujdesen për këta drejt të cilat janë blerë me një kost të mjaft të konsideruar. A është vërtet që çaj dru diku në Kosovë mund të mbledhë më lirë? Jo, nuk është vërtet, sepse kur kemi blerë duhet ka qenë ofertë e hapur dhe të gjithë parametrat të cilat ne kemi kërkuar, që ka qenë trashësia e drurit dhe mosha e drurit nuk ka pas mundësi të afrohen nga Kosova. Ne kemi blerë një numër të caktuar të drojeve, të cilat janë nga tek rruga që ecën nga qendra universitare klinike, më thënë aty që ecën nga lagja Matin, në atë rrugë kemi blerë drujt një nga Kosova, mi po janë drujt me të top dhe nuk janë të cilësisë, edhe nuk janë të madhësisë dhe të moshës të cilës ne i patëm kërkuar që të mbillen në shesh edhe në rrugët kryesore të Prishtinës. Përveç drujve, një tjetër zang që ke pas kohëve të fundit në rrjetet sociale me pjesëtarët e vetëvendosjes është edhe faqja e komunës. Po, kemi pas praktikisht Fisnik Ismani ka bërë një postim në Facebook në të cilin neve na ka akuzuar drejt për drejt dhe praktikisht ish udhësinë e komunës, sepse jo mund drejt për drejt, por pasi që isha unë ai që kam heq me zyrën për fundim, praktikisht me bie përgjësia mua. Aty ai ka thënë se gjë ne kemi mshel një faqe të komunës së Prishtinës që ka ekzistuar, praktikisht kanë qenë dy faqe, faqja e rregullt të Facebookut dhe kemi pas një fanpage për komunën e Prishtinës, në të cilën çdo gjë që është publikuar në faqen e komunës së Prishtinës dhe çdo aktivitet që është bërë nga komunës së Prishtinës kanë qenë të publikuar në ato dy faqe të Facebookut. Unë kanë qenë në ditën kur është bërë dorëzim pranimi i detyrës nga ana e kryetarit Mustafa të kryetari i ri Shpendameti, nuk ka ardhur askush në zyrën për informim që të bëhet pranim dorëzimi i detyrës, sepse janë disa projekte të cilat kanë qenë në realizim sipër nga ana e zyrës për informim. Kemi pas një projekt për hartimin e strategjisë të informimit bashkë
organizatën OSB-n, faktikisht, për cilën nuk di tash a është duke vazhduar ai projekt apo jo, dhe nuk kam pasur kujt unë duhet t'ia dorëzoj detyrën dhe kujt unë duhet t'ia dorëzoj të gjitha të dhënat për këto emaila. E kam lënë një dorëshkrim tek zyra kryetarit, me cilën janë lënë dhënat e këtyre email adresave, dhe po ashtu në mënyrë ta them kështu, ndoshta më shumë shoqërore sepse njëri nga drejtorët e tanishëm të komunës së Prishtinës e kam pasur mikë edhe më herët dhe kam njoftuar edhe më herët se sa që të bëj drejtorisë së arsimit. Edhe atij në mënyrë miqësore ja kam dëzuar të gjitha dhënat dhe kam lutur që t'ia përcjell njerëz kompetent të cilat emërohen nga kryetari i ri. Mund të them që pas asara, diku një 2 javë ose 3 javë, këto faqe kanë qenë të hapura dhe pas këtyre ditëve ato faqe janë mbyllur dhe nuk e di unë kush i ka mbyllur ato faqe. Dhënat i kanë pas të gjitha, kanë mund të kenë qasje udhëheqësia e komunës së Prishtinës, a kanë mbyllur ata apo kush i ka mbyllur nuk kam ndonjë informacion. Unë edhe dje i thash edhe në komunikim me Fesnikun, i thash edhe Fesnikut se nuk është mbyllje nga administrata e vjetër e komunës së Prishtinës, është një mbyllje që ka ardhur nga administrata e ri. Tash kush e ka mbyllur brenda administratës së re, duhet ta di administratari i komunës. Në fakt apo punojnë tash faqet e komunës? E kanë hapur një faqe të re të Facebookut të komunës së Prishtinës, por të cilës i mungon historia, praktikisht i mungon një arkiv e vendimeve edhe aktivitetet që ka bërë komuna e Prishtinës, sepse komuna e Prishtinës nuk lidhet, praktikisht funksionimi i komunës së Prishtinës nuk lidhet me mandatin e një qeverisje. Komuna ekziston edhe nesër kur nuk do të jetë ndoshta vetëm dosja, edhe kur nesër do të vijë dikush tjetër në pushtet, praktikisht mendoj dhe besoj që duhet të ketë një vjemësi të këtyre dokumenteve. Këto nuk janë. Tjetër është situata tek faqja e komunës së Prishtinës, nuk është aq shumë aktive, mirë po aty kemi të gjitha ato dokumentat e cilat kanë qenë të paraqitura nga ona ime, sepse unë kam praktikisht menaxhuar bashkë me zyrën e IT-së të komunës së Prishtinës me këtë faqe, mirë po kemi edhe aktivitetet ditore të kryetarit të tanishëm të komunës, të cilat pasqyrojnë në mënyrë të rregullta. Cilat janë ato projekte të cilat kanë mjet faktikisht në gjysmë ose fare pak pa u përfunduar edhe aktualisht janë duke ndëjtur? Sa e di unë 2 çerdhe janë ndërtu edhe nuk kanë hyrë në funksion asnjëherë. Po, praktikisht ka qenë një premtim i zotit Ahmeti me të cilën mund të them edhe ka fituar dhe votat e qytetarëve të Prishtinës që do t'i funksionalizojë këto 2 çerdhe, do të hapë çerdhe të reja, siç ka qenë edhe premtimi për U24 orë i kryetarit të tanishëm, gjatë cilën mund të them që vetëm një muaj pasi që mori detyrën doli dhe tha që nuk është përgjegjësi e komunës së Prishtinës, por është përgjegjësi e qeverisë, gjatë cilën ne vazhdimisht ja kemi përsëritur si zyre për fëmijë, jo vetëm zotit Ahmeti, por gjithë kandidatëve të tjerë për kryetar të komunës së Prishtinës, të cilët kanë pretenduar që uji është kompetencë e komunës së Prishtinës, sepse uji nuk është kompetencë e komunës së Prishtinës. Ne edhe pse s'ka qenë kompetencë jona, ne kemi filluar një projekt me Bankën Gjermane që është ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkaba, është bërë ndërtimi i rrjetit të ujitësisë në disa lagje të qytetit të Prishtinës, edhe është bërë ndrimi i gypit magjistral që njihet nga Arbria deri te lagjen Velania, ku ky gyp është ndru komplet nga ana jonë, normalisht bashkëpunim me ujësillësin edhe me Bankën Gjermane. Këto 2 kanë qenë ato premtime të cilat zoti Ahmeti ka dhënë, edhe pse mendoj edhe besoj që ka qenë i vetëdijshëm që praktikisht nuk kanë kompetencë e komunës së Prishtinës. Ne para 2 viteve para se të zhvillohen zgjedhjet lokale kemi pas 2 çerdhe të gatshme, një në lagjen Mati edhe një në lagjen Hajvalia, të cilat kanë qenë të punuar me infrastrukturë më të mirë të mundshme, dhe të cilat ne nuk kemi pasur mundësi të japim për shkak se qeveria përkatësisht Ministria e Arsimit nuk ka lejuar që stafi i ri të shtohet edhe të punësohet në nivel i edukatorëve në këto çerdhe, me arsyetimin se nuk kemi buxhet të mjaftueshëm që ti mbulojmë pagat e këtyre, sepse me ligj pagat e arsimtarëve dhe pagat e mjekëve janë sigrante specifike nga ana e qeverisë, dhe në këto 2 vendos, domethënë vetë qeveria se si duhet të veprojë tutje. Dhe i kom pa tash deklaratat e zyrtarëve të rinj të komunës së Prishtinës, të cilët thonë se praktikisht kërkojnë ndihmë në qeverisë ose kërkojnë nga ata që them kështu atë kërkesën të cilën ne kemi bërë vazhdimisht për 2 vjet, të cilën gjatë kohës sa ishin në opozitë nuk dëshirojnë ta besojnë apo nuk kanë dashur për qëllime politike ta pranojnë se ekziston një gjë e tillë.
Këta ishin sa I përket komunës së Prishtinës, tash po flasim pak për Azrenin, çka do të bëj masi që e ka lënë punën me vullnet të mirë. Praktikisht jam I pa punë, jam përveç asaj që jam si antar I bordit në ndërmarrjen lokale Termokas, në grottoren Termokas, jam me mandat diku deri në korrekt këtij viti nëse nuk gaboj, edhe jam duke prit ndonjë kam disa oferta për disa vende të punës, jam duke analizuar, praktikisht jam duke prit edhe përgjigje nga disa institucione, po flas jo politike, jo institucione politike. Dhe ta lesh politikën. Po nuk mund ta them atë tani, sepse unë ashtu aktualisht jam antar I kuvendit përgjithshëm të LDK-s, I ardhur nga komuna I Stogut, dhe këto zgjedhjet edhe zgjedhjen brenda partisë dhe këto janë ato të cilat pastaj do të vendosen se ku dhe në çfarë rasti do të jem në politik. Mirë, po aktualisht jam duke pritur të tham një përgjigje nga disa institucione jo politike, jo qeveritare, që të angazhohem në ato, qoftë në këshillvëdhënie në institucionet lokale, qoftë në angazhime të drejtpërdrejta në ato projekte, dhe jam duke vazhduar këtë punën që është antar I bordit të ndërmarrjes lokale të Termokas, derisa të përfundon mandati ose derisa të kemi ndonjë vendim të papritur nga ana. Kur e përmendet Termokosin, çka po ndodh me projektin e gypave që ujit që do të marrë prej ujë të ngrohtë që do të marrë gati nga Keci apo termocentrale. Nga Keku, praktikisht sistemi I kogenerimit edhe disa projekte që kanë ndodhur në komunën e Prishtinës janë disa projekte të cilat më bojnë krenar që janë pjesë ose që kanë qenë pjesë e këtyre institucioneve. Projekti I kogenerimit është projekti që ka filluar kur kemi ardhur ne si bardh I ri, domethënë para dikon 2 vjeteve gjysmë ka qenë një proces I cili është negociuar me Bankën Gjermane, me Komisionin Evropian, me Sitën Suedeze, me qeverinë e Luksemburgut, të cilat janë donatorë, duke mos harruar edhe qeverinë e Kosovës, edhe komunën e Prishtinës, të cilat kanë garantuar dhe kanë dhënë mjete të caktuara për këtë projekt. Projekti është duke vazhduar sipas afatit të cilat I ka përcaktuar vetë Banka Gjermane, është duke vendosur gypi aktualisht dhe presim dhe shpresojmë që ky sistem të përfundojë. Faza e parë e këtij procesi të përfundoj në fund të këtij viti dhe kjo sezon të filloj me ngrohjen nga ana e sistemit të kogenerimit, pastaj janë fazat e tjera të zgjerimit të rrjetit të Termokosit nëpër qytet, në pjesët ku nuk ka rrjet aktual të ngrohjes. Do të thotë që në tetor do të kemi ngrohje sipas parametrave të cilat janë vendosur, nëse ecën puna ashtu siç është planifikuar, ne besojmë që kjo sezon do të jetë sezoni I cili do të fillojë me sistemin e ngrohjes nga ana e sistemit të kogenerimit. Vitin e kaluar nuk patëm në dimër, si mjet nuk e dim se çka po na pret, po prapë inshallah ndreqet se populli jonë është të paguar shumë. Gjithë orientimi jonë si bord ka qenë që ky projekt të përfundojë sa më shpejt që është e mundshme, mirë, po kur kemi parasysh që kemi të bëjmë edhe me institucione ndërkombëtare, disa gjëra nuk varen edhe shumë nga ne. Komplet procesin e ka udhëheq Banka Gjermane në marrëdhënie me qeverinë e Republikës Kosovës dhe po shpresojmë në bazë të informata që ata neve si bord praktikisht ky shef ekzekutiv ne neve si bord, shpresojmë që ky sezon apo kjo sezon do të jetë me ngrohje nga sistemi I kogenerimit. Unë të falenderoj shumë Azran që ishe pjesë e këtij emisioni sot. Faleminderit juve për ftesën. Na e mbaruam kohën që e patëm në dispozicion, shikues të nderuar, rrini me neve, do të shihemi pas pak.